po të orientohej shumica absolute e popullit në martesa të tilla, të cilat ju dini se nuk do të jenë produktive. Pra të martohen burrat me burra dhe gratë me gra. A e din që kjo është shuarje e kombit? Për çfarë flisni? Çfarë patriotizmi keni pasaj? Nëse thoni se po ja japim drejta dikujt, pra një pakicë të caktuar, ti haj drejtja ato drejta dhe vazhdoni, por mos i promovoni. Se promovim i tyre i bie se bëheni sa më shumë një gjë të tillë. Dhe nëse ti bën thirrje për bërje sa më shumë, ti je antikombëtar, ti je spioni më i keq, ti je njeriu më i dëmshëm i shoqërisë për arsye se ti je në shuarje të popullit, të kombit, të farës ton që e kemi kultivuar dhe kemi ruajtur me gjenerat pas gjenerate. Andaj duhet të kemi kujdes. Sidomos mos të luaj me rrymën, mos të luaj me gjëra të rrezikshme, mos të luaj me atë që Allahu në Kur'an të ka treguar që një popull kështu e kam shkatruar, çfarë po pret ti? Thash edhe një herë dhe po përsëris, Allahu nuk i atribohen cilësitë e dobësimit, cilësitë e ndryshimit të qasjes, cilësinë e angazhimit me diçka dhe harresës për diçka tjetër. Ajo është i njëjti. Allahu ka ditë ti dërgoj, kjo është një mesazh shumë i madh. Ti dërgoj ata mysafir tek dikush t'i japin myshde, t'i japin si harresë se po të lind një fëmijë në pleqëri, edhe nga ai tubim të shkojnë te tjetrin se ky popull duhet të shkatërrohet. Ti duhet të jetosh, o Ibrahim a.s. Ti duhet të bësh baba edhe një herë, o Ibrahim a.s. Prej lozës tënde dhe prej lozës së Isak do të vinë edhe shumë profetë të tjerë, o Ibrahim, dhe ti do të mbetesh në kujtesën e njerëzimit, ndërkaq këta do të shkatërrohen dhe do të mbeten në kujtesë vetëm si të shkatëruar. Mjafton ky për mësim dhe për model. Kujdes nga përhapja të keqes dhe nga heshtja ndaj të keqes, e mos flasim nga promovimi i të keqes. Allahu na ruaj të gjithëve.